Një tërmet i vogël me magnitudë 2-3 goditi pranë bashkisë Gramsh. Qarku Elbasan, Shqipërinë qendrore. Shqipërinë sot më 18 shkurt 2026 në orën 22:07 me orën lokale. Ose më 18 shkurt 2026 në orën 20:49 UTC. Siç raportohet nga zbulimi i vulkanit në faqen e tij të internetit. Tërmeti u gjet në një thellësi shumë të cekët prej 10.0 nën sipërfaqe. Në koordinatat gjërësi gjeografike 20.882 dhe gjatësi 20.0707. Magnituda e saktë. Epicendra dhe thellësia e tërmetit mund të rishikohen brenda orëve ose minutave të ardhshme ndërsa sismologët shqyrtojnë të dhënat dhe përsosin llogaritjet e tyre, ose ndërsa agjencitë e tjera lëshojnë raportin e tyre. Qytetet ose qytetet pranë epicendrës përfshinë Gramsh. Qarku i Elbasanit. Shqipëria qendrore. Që ndodhet 10 nga epicendra. Kozare. Qarku i Beratit. Ndodhet 15 larg. Kuçova. Qarku i Beratit. Ndodhet 16 larg. Cërik. Qarku i Elbasanit. Shqipëria qendrore. Ndodhet larg. 17 Masa e rekomanduar e veprimit është të jesh vigjilent për pasgoditjet e mundshme që mund të ndodhin. Le të lutemi që ky tërmet të mos ketë ndikim të madh te vëllezërit dhe motrat tona atje dhe të mos ketë më tërmete. Amen.